Koalicioni Vlen do të rishqyrtoj pjesëmarrjen e saj në qeveri nëse Taravari mbetet ulur në dy karike, njoftoi koalicioni Vlen pas takimit të mbrëmshëm midis kryeministrit Mickoski dhe Treshes me Gjiti, Kasami dhe Ibrahimi në qeveri. Nga Vlen thonë se tre liderët u paraqitën para Mickoskit me pikpamjen se me Arben Taravarin funksionimi i koalicionit qeveritar po vështirësohej gjithnjë e më shumë, sepse siç thonë ata, ndikimi i BDI-s në qeveri ndihej përmes tij. Për sa kohë që zotri Taravari ka kontakte me BDI-n dhe lë hapësirë për bashkëpunim, madje duke e thënë këtë publikisht, duke e bërë bashkëpunimin në qeveri më të vështirë për Vlenin dhe kjo do të shprehet më tej në zgjedhjet e ardhshme lokale. Prandaj Vlen propozoi të shihte shkallën e bashkëpunimit të Taravarit me BDI-n, nëse ka hapësirë për të ndryshuar diçka, apo përndryshe për të vendosur nëse mund të vazhdojmë në një qeveri të përbashkët apo jo, thonë nga Vlen. Tonet të ngjashme mund të dalloheshin në mesazhet që udhëheqësit e Vlenit postuan në rrjetet sociale pas takimit të mbrëmshëm me Mickoskin. Politika paparime e dy karikeve dhe pozicioneve të paqarta, ku nuk dihet se kush është partner dhe kush është kundërshtar, ka mbaruar, thonë nga Vlen. Megjithësi shkroi se Vleni vendosi mbrëm të fikte dritat e hipokrizisë dhe gjithashtu i kujtoi Taravarit ilaçin Efridol, që ai e mbante simbolikisht vitin e kaluar pas rezultateve të zgjedhjeve, si një mesazh për BDI-n që të shëroi dhimbjen e humbjes. Mickoski u takua me partnerët e koalicionit nga koalicioni Vlen një ditë pas takimit kokë më kokë me Taravarin, i cili përfundoi pa epilog me njoftimin se bisedimet do të vazhdojnë deri në fund të këtij muaji, derisa të dihet se cili do të jetë funksionimi i ardhshëm i Aleancës për shqiptarët. Për Vlen kjo dilemë është mbyllur, që nga dita kur krahu i ASH-s i udhëhequr nga Taravari vendosi të garojë në zgjedhjet lokale me lista të ndara për këshilltar, gjë që shkaktoi një revolt tek partnerët e tjerë. Megjithatë, informimet nga qeveria për të dyja takimet, atë me Taravarin dhe atë me Vlenin, kishin një emërues të përbashkët, se ato u zhvilluan në një atmosferë konstruktive dhe në një frym partneriteti. Sipas informacioneve, Mickoski është që edhe Taravari të mbetet në qeveri, por ka presion nga krerët e Vlenit që ai të largohet.